Përshëndetje gjithëve. Mirë se keni ardhur në 25 në emisionin ton Flet Zemra Jo Mendja. Jemi këtu pra me emisionin ton të radhës për ju që kemi përgatitur, ku të ftuar kishim Alisa Bekteshin, shkrimtare ajo të cilë librin e fundit që e ka botuar është Foton Muzash. Po ku ka më mirë që këtë emision edhe ta fillojmë me një thënie të Robert Frostit, ku thot poezia është emocioni i cili ka gjetur fjalët. Dhe ju para se të kaloni pra ta ndiqni emisionin nga ajo që kemi përgatitur për ju, bëni subscribe kanalin ton 25 State dhe vazhdoni të na ndiqni. Përshëndetje Alisa, faleminderit që pranove që bësh një intervistë për kanalin ton 25 State në emisionin Flet Zemra Jo Mendja. Faleminderit shumë juve, është kënaqësi për mua. Po e filloj ndoshta pak me një pyetje klishe që është, po çka do të thotë poezia për ju? Nuk është edhe aq klishe sa që mendohet ose që thuhet tek publiku, po unë mendoj se secili e përjeton poezinë në mënyrën e vet dhe secili ka një definicion, një përmbajtje se çka do të thotë poezia për atë që shkruan. Për mua poezia është diçka që shumë shpesh mendoj që nuk e kam arrit. Është diçka që m'jep kënaqësi, të njëjtën kohë më shkakton edhe përjetime të këqija. Kështu që për mua poezia është diçka e pandashme nga ajo çka unë bëj në përditshmëri, është diçka që nuk mund ta shoh jetën pa të dhe thjesht është ndoshta dashuri. Nëse poezitë tua janë dritare, çka do ndodh për të i tyre? Shumë pyetje interesant. Ndoshta gjithçka që dikush nuk do të mund ta paramendonte. Mbrapa atyre dritareve, cilat unë shkruaj kohë pas kohe, ka shumë shkrime, shumë poezi të cilat nuk i ndaj me publikun, për shkak që ajo çka unë e them duhet mbetet veç me mua. Pra brenda të je, brenda asaj fantazisë ose botës tënde. Po, pikërisht po. Nëse një nga poezitë tua do të ishte një qenie e gjallë, çka do të ishte dhe si do të flisim me të? Një qenie e gjallë. Nuk e kam menduar asnjëherë poezinë si qenie e gjallë. Ndoshta përjetimet të cilat i shkruajmë poezi, po. Por gjithçka me poezinë time, gjithçka që shkruaj lidhet me natyrën. Nuk do të doja ta bëja një krahasim tjetër, se ndoshta ajo çka shkruaj do prishej ose do i humbte bukuria, përveç natyrës dhe qiellit që janë pjesë e pandashme imja gjatë kohës që shkruaj, me qenie të gjalla, jo, nëse flasim për njerëz normalisht, po nëse flasim për kafshët, për ajo nuk i di, qenia e gjallë. diçka tjetër, unë e mora me njëherë tek njerëzit. Ndoshta një lule e bukur, kisha më po një trëndafel, diçka që i jep jetë, një kopshte. Po ajo lule është duke u vishkur apo është duke u ngjallur? Gjithëherë qel. Në fund, kur mbërrit tek fundi, tek pika, e di që diçka e bukur ka me ndodhur. Çdo herë ka pranverën e saj. Patjetër, gjithmonë. Nuk besoj që ndryshon. Po kur merrni motiv për shkruar, a e krijoni ambientin tuaj ose në një farë formë një lloj habitati tuajin që lidhen edhe emocionalisht, por edhe vendi ku shkruani duhet të jetë i tillë? Po, gjithsesi, ka raste të cilat kur shkruaj në vende publike, se ashtu vjen inspirimi, se nuk do të thotë që patjetër duhet të inspirohesh me një përjetim personal. Mund të unë inspirohem edhe gjatë kohës ku shoh njerëz duke ecur, ose nga një buzëqeshje, varet se çka më vjen më këndshëm, po kur dua të shkruaj e të ndalem për shumë orë të gjata, e di që duhet të jem vetëm unë, dhe duhet të jetë një dritë e vogël ose fare dritë,
edhe e di që atëherë çdo gjë që shkruaj kam e rrjedhë në mënyrën e vet më të mirë. Po, a ndikon më shumë ajo qetësia apo zhurma për ta arritur të shkruar? Unë mendoj që mjaft gjurmë kam brenda kokës time e nuk më duhet diçka tjetër, kështu që për me shkru definitivisht është qetësia jashtë kornizave çka unë mendoj në kokën time. Po shumë keni në librën e fundit që keni shkruar dhe kemi përzgjedhur disa poezi. Po, a mund të fillojmë ndoshta nga ajo që përzgjedhëm, të ti lexosh dhe pastaj një koment ndoshta mbi atë poezi. Po patjetër. Te kapitujt e ndarë, po vazhdoj me kapitullin e dytë i bie kështu. Është Ulërim pa zë quhet kapitulli dhe si titull i gjitha poezive që janë në këtë kapitull është Zilia për liri. Isha tretur mbi duar tua, si të ishin duar mjalt. Më shkrinin pa pasur breng, se do të zhduksha e do të hyja në thellësinë pa fund. Më kishte mbërthyer ndjesia jote. Mi fal duart se po tretem mbi ty, pa frikë se do të mbas. E ti mos ma thirr emrin, vetëm i dhuro të gjitha, pa frikën se mos nuk bëhemi kurrë më bashkë. Po të kjo poezi, kjo frika dhe kjo ndodh ndoshta nga ajo që largon nga ajo që e thot Osho, ku të dashuruart nuk i dorëzojnë njëri tjetrit, por i dorëzojnë vetëm dashurisë. Dhe këtu pra ndodh kjo që të kthehet tek kur i dorëzosh njëri tjetrit ndodh edhe kjo. Ndodh tretja. Po, shumë shpesh e di që brenda vetës edhe gjithë secili e përjeton një dashuri të humbur ose një dashuri që nuk mund ta arrijë, është e pamundur për shkak të rrethanave ose çka do, kështu që vetë prej këtij kapitulli kam zgjedhë që këtë ulërimën pa zë ta shpreh me poezinë time. Është diçka që tretet, por ekziston akoma në ty edhe nuk shuhet kurrë. Gjithmonë pa marrë parasysh se në çfarë periudhe të jetës si ose në çfarë cikli jetorje, ajo tretje të ngacmon nga pak. Çfaqet ajo zilia për liri, cilën ti e dëshiron edhe e kërkon me dalë prej kësaj situate. Kështu që e di që shumë shpesh është vështirë, po nuk është e pamundur. Tani ndoshta edhe vazhdo me tjerë. Po. Ndoshta mund të përzgjedhim edhe më shumë, po një 3 ose 4 poezi do të ishte. Po. Kishte heshtur nata sërish, edhe atë pak zhurmë që e bënte, e kishte shuar. Asnjë tingull s'këndonte këngën time të natës. E retë filluan të këndojnë shi. E me shi, fshiheshin fjalët, prekjet, puthjet, e fshihej edhe ai përqafimi i mbrëmshëm. Mbi mua, terri pushonte, e mbajte faqen e tij mbi timen. Më fliste, bërteste, por asgjë nuk mund ta ndizte. Vetëm britmat e trupit s'mund të më lironin nga pengu yt i marrëzisë. Shiu kishte filluar të ndalej, ama nata heshte. E unë kërkoja dritën e habitur, se nata s'këndonte më për mua. Është nata ajo pjesë ku flet zemra, por askush ndoshta nuk e ndëgjon. Po. Dhe ndodhin këto, ajo heshtja e natës, pra duhet një heshtje që të nxjerr atë që e mbulon zhurma. Po, shumë shpesh vijemi në situata të ndryshme ku, sidomos gjatë periudhës kur ngelemi vetëm me veten tonë, vetëm me brendësinë tonë, këtë rejt dhe shion, unë figurativisht i kam përdorur si lot, kështu që e di që nga kjo poezi, përveç asaj vuajtjes, kam kërku edhe një ndihmë, ndoshta prej asaj që kam përshkruar, të mos më mbajt peng.
të më liroj nga ajo edhe të vazhdoj. Po pse të ndodh kjo që në shumicën e pjesë madhe të leximeve që i kemi të poezisë, të autorë që i shkruajnë, më shumë fokusohen dhe i përdorin këto natën, shiun, erën, pra bubullimën këto, pra diçka që është më e zymt. A kjo është sinonimi asaj që dojnë të thonë, apo janë kjo pjesë e natyrës? Pjesë e natyrës së prekshme, mund të më thonë. Me qenë vetë në një natë, tjetë nata e zymt, të bie shi, e di që nuk mundet mi shku as kujt mendja pozitivisht në ato raste. Kështu që ndoshta secili poet e gjen veten tek shiu, te ajo pjesa e zymt e ditës, e përditshmërisë së vet, për me shkruar diçka të bukur. Po. Nga bojrat e dashurisë tënde, dielli kishte marrë ngjyrë. Kudo pikaseshin pjesët më të bukura tuat. Pjesët që mbanin qelizat më të ëmbla kur më prekshin. Çdo herë kur kokën lart e ngrija për të parë ty. E pastaj qeshja. Nuk mendoja, e ti lëshoja rrezet e dashurisë përmes diellit, kurse unë shkriesha nga secila goditje e jotja. Po të kjo mund të jetë ndoshta një fjali që e përdori që dashuria është sikur hija që kemi mbrapa kur diellin kemi përpara. Gjithmonë të përndjek, mendoj. Sidomos në pjesët kur ti fluturon nga lumturia, ndihesh e lumtur, edhe e di që asgjë dhe askush nuk mund të jap kënaqësi më të madhe se dashuria. Nuk është vetëm dashuria ndaj një personi, është vetë dashuria ndaj jetës. Ajo çka ti ke përpara dhe ajo me çka ti përballesh gjatë jetës tënde. Gjithçka është e bukur. Ndoshta shumë njerëz nuk shohin anët pozitive, po edhe prej poezisë, sidomos prej poezisë unë mendoj, nuk është vetëm një kuptim e asaj çka një poet shkruan. Secili mund ta krijojë poezinë e vet brenda një poezie të një poeti, mund ta krijojë jetën e vet, mund ta krijojë një ndjenjë tjetër që nuk e ka përjetuar më parë, kështu që edhe dielli ta jep atë ndjesi. Çdo herë që del dielli, të duket se dita ka më filluar mbar, ende pa e filluar ditën. Gjithsesi është diçka e mirë për ta përshkruar. Pra për dashuri dhe për të qenë i lumtur duhet të ketë një diell. Po. Në farë forme. Po, unë mendoj kështu. Qeta ajo arsye, ndoshta dhe motivi. Po, një arsye, një motiv për të vazhduar tutje, po. Po, ndoshta ato ngjyrat e diellit, a është kjo që janë ato llojet e ndryshme, ngjyrave dhe pra llojet e ndryshme të shkaqeve që ne jemi të lumtur? Po, dielli atë sa të kënaqesh, unë mendoj që edhe aq të vret. Kështu që me qëndru shumë në një ambient ndoshta që ty si person t'jep ndoshta ato grimcat e veta, t'i lëshon ato grimcat e veta të nxehtësisë të tepruar, është e dëmshme. Kështu që i ka edhe anët pozitive të saj dhe anët negative. Por çdo gjë e tepërt është e dëmshme, po. Dhe tani ndoshta edhe poezinë e fundit. Po, patjetër. Te poezia tjetër është një kapitull tjetër, 7 hapa para, ku titullohen Poezitë në vjem. Ai që përsëritej ishte gabimi. Jetoja aty ku s'falnin, po njëjtë dashuroja. Vrapoja, i lija të gjitha, përçafoja gabimet, pastaj as frymë s'ngiesha. Pafajsisht, as gjithë shuante atë që bëja. Andaj vazhdoja rrugën për të përsëritur gabimin. Isha mësuar, jetoja në të. Ende s'falnin, ama nga dashuria, ndiqja të njëjtën rrugë. Po të kjo ndoshta jo një fjalie ndoshta poeti ose diçka, por ishte Henry Ford, i cili tha i vetmi gabim i vërtet është ai gabim nga i cili nuk mësojmë kurrë. Po. Dhe është kjo që
edhe pse është gabim që nuk mësojmë kur, por gjithmonë shkojmë në atë drejtim. Po, besoj që jemi të prirur për me përsërit diçka që neve nuk na bën mirë, diçka që është e dëmshme për ne, po shumë thellë brenda vetës ndihemi mirë. Kështu që këto dashuritë e pamundura, dashuritë e gabuara, janë diçka që ti je e vetëdijshme që është duke ndodhur, është një gabim që po ndodh, po prap vazhdon ta bësh atë, ndoshta për shkak të kënaqësisë që ta sjell, ndoshta për shkak të përjetimeve, po gjithsesi i shkon në fund dhe pastaj kthehesh prap, i shkon e kthehesh kështu me radhë, duke përsëritur gabimin që fillimisht nuk duhet as ta bësh. Po, apo ndoshta është edhe kjo që nuk e kuptojmë që jemi duke bërë gabim. Po, shumë shpesh se dashuria dhe të verbon. Unë i them gjithve që shumë shpesh ajo që kam ndjen t'jep emocion aq të fortë sa që nuk mendon me tru, po mendon me zemër. Edhe është shumë e vërtetë kjo. Pa e përjetu, pa e provu, nuk mundesh me ditë, po gjithsesi zemra ndonjëherë të flet gabueshëm. E kur nuk e kupton, ato pasojat i përjeton, po prapë vazhdon njëjtë. Shkon drejt asajt, drejt gabimit njëjtë. Po. Tani po flasim pak diçka mbi këtë që për çka do t'ju thoj atyre që ndoshta nuk kanë guxim të shkruajnë, po e kanë talentin, por është ajo që ndoshta do të paragjikojmë nga ajo që shkruaj, po edhe nga ata që të fillojnë të lexojnë poezinë dhe pse poezinë. Për ata që nuk kanë guxim me shkru, ndoshta ende nuk kanë arrit në një pikë të vlerësimit ndaj vetës. Është shumë e rëndësishme ta vlerësosh veten, po më e rëndësishme se vlerësimi ndaj vetës është kuptimi ndaj vetës. Nëse e kupton veten se si funksionon ti brenda teje, si funksionon ajo që ka shkruan dhe si e shkruan, atëherë edhe guximi vjen me kohë. Edhe unë në fillim nuk kam pas guxim as t'i ndaj poezit me dikë, po gjatë diskutimit me shumë njerëz, më kam bind për me fillu këtë rrugtim. Jo me fillu rrugtimin e të shkruarit, unë rrugtimin e të shkruarit e kam fillu që prej një moshës shumë të vogël, po t'i ndaj me të tjerët. Kështu që nuk mundesh me ditë as suksesin, nuk mundesh me ditë as sa njerëzit e duan poezinë tënde, pa e provu, pa e dhënë te publiku këtë. Kështu që mesazhi im është guxo, edhe tregoj atë çka ti den të bësh më të mirë, tregoj kush je në të vërtetë se poezia si poezi është e bukur, po tek poetët unë mendoj që poezia e përshkruan edhe gjendjen shpirtërore dhe emocionale, po edhe kush është ai poet dhe si është, dhe si ka ardhur deri aty, se përjetimet të bëjnë më të fortë. Përjetimet janë ato që të ndryshojnë si person, edhe e krijojnë një person tjetër të ri. Kështu që unë poezinë tashmë e kam pjesë tjetës, edhe nuk kisha dasht me largu këtë punti prej vetës asnjëherë që e kam, po gjithsesi janë disa momente që mendoj mos me i ndoa me të tjerët, disa poezi janë që kam dëshirë që t'i ndaj me të tjerët, po poezinë nuk e kisha largu edhe ja u kisha rekomandu patjetër se cilit person. Po. Ndoshta është më mirë ashtu. Që mos jetë profesionale, sepse në pjesët tona, pra, nuk kanë që i jepet shumë rëndësi dhe vlera shumë. Po, arti, leximi, kultura e shkruarit jo shumë kuptohet tek ne. Ndoshta për shkak të rrethanave të cilat ne i kemi pasur edhe gjatë kohës tu provu me zhvillu një vend në mënyrë tjetër, kemi harru që kreativiteti është ajo që e ndërton një person. Kështu që unë mendoj që ka njerëz që e vlerësojnë, edhe unë si poetë shkruaj pikërisht për ata njerëz që e vlerësojnë këtë.
Po pse duhet të lexojmë poezi? Dikush dhe çka ia poezia atyre? Pse duhet të lexojmë poezi? Edhe çka ia poezia atyre që lexojnë poezi? Nuk e pas ta mendu kështu pse duhet lexojnë, se nuk është diçka që më ka rami diskutu me dikën, është pyetje shumë interesante kjo. Për vete, pse unë lexoj, është se më bën ndje mirë, kështu që më qetëson. Çdo herë që lexoj diçka, qoftë poezi, prozë ose ndonjë novel tjetër, e di që qetësohem edhe ndjem më mirë. Sidomos mendoj që pjesa kryesore që ta jep poezia dhe çdo libër tjetër që njerëzit e lexojnë, qoftë prozë ose diçka tjetër, e di që nuk të fut në ujëra ku mendja jote mbi ngarkohet. Edhe pse tashmë, për shembull, me inteligjencën artificiale, jo shumë persona lexojnë për shkak që koha e vëmendjes është tek një person është shumë më e shkurtë se sa që ne mundemi me paramendu, po gjithsesi një mendje e pastër, një mendje jo e ngarkuar është ajo çka mu mja poezia. Kështu që mendoj që kjo është pjesa kryesore pse dikush duhet me lexu poezi. Po a mund qëtë edhe poezia dhe leximin në përgjithësi, a mund qëtë edhe ai që të gjesh brenda vetës diçka që e ke, por nuk e di që e ke? Po, patjetër. Mundesh një dhunti, mundesh me po sa krahët e vjesë. Për shembull, po e lidhi me veten, çdo herë që shoh piktura të ndryshme, çdo herë që shkoj të vizitoj galeri të arteve, qoftë në Gjilan ose edhe jashtë Kosovës, e shoh të vetja që ajo çka shoh është krejt ndryshe çka ai piktor na ka vënë përpara. Edhe e shoh që ajo çka ai piktor ka vënë në mur është krejt diçka tjetër për mua. Është storje tjetër, ka ngjyra të tjera, shoh përjetime tjera dhe ndoshta shumë shpesh i kthej edhe në personale, kështu që edhe çdo kush që lexon poezi, unë e di që e bën këtë. Ka pas shumë njerëz që kanë komentuar mbi librin tim edhe e kanë gjetur veten shumë mirë, kështu që është ndoshta një hap i mirë ose një start, më thonë, i mirë i asaj që i të gjeturit veten. Faleminderit shumë Alisa për intervistën. Ndoshta në botime tjera do kemi përsërim në intervistë tjera. Po, patjetër, faleminderit shumë juve, ka qenë shumë kënaqësi dhe mundem të thonë që ka qenë një ndër intervistat që më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, me pyetjet, me ambientin ose gjithçka tjetër. Faleminderit shumë. Për të gjithë që e keni ndjekur emision deri në këtë moment, faleminderit shumë. Kështu pra çdo javë jemi duke përgatitur emisione për ju. Nëse keni mundësi ta bëni subscribe kanalin tonë 258, like videon nëse ju ka pëlqyer dhe vazhdojmë me emisione pra çdo javë do të mundohemi derisa të mundemi. Faleminderit shumë që ndoqët emision deri në këtë moment e shpresoj të takohemi javën tjetër përsëri.